Para të ledhë të ndershëm, kanë ardhur shumë kontekste hadithet pejgamberit Allahut se ka thonë pejgamberi Allahut me një hadith që e thotë nuk ka metën prej dunjos vetëm sa ka met këtë gotë ishte të pi pejgamberi Allahut ujë i pat met edhe një fit me pi. Vetëm sa ka met në këtë gotë ujë. E ki pati në fund shpesh e lonë. Qaj ku ta pish, e ki pati që ata është a jetë? Se në qaj gji, se nuk e di më atë për ujë, ku të se e di vlerë, qaj. E ki pati në fund që e? Qaq ka met të të pikë dë njës ju. Me një fit, shkoj. Para të dhe të ndërsh. Transmetohet nga Isa ibn Merjemit, e di që ka komentu se mbetje ngeljen e dënjës, pejgamberi Allahut në përmes gjuhës Isa ibn Merjemit ka komentu, ka thonë ndodhi ija i kametit as sikur që gruaja shtatzone që i ka mush ditët. Janë mush ditët. Ku ti mushe në muj çka bëhet? Thot prit. S'dije ta mund prit. A mund të sikur se gruaja që janë shtatzone pritet fëmija çdo rast me kap dhimbjet. E dhimbjet që cilën e kapin do të flasmina për këto dhimbta inshallah në këtë Ramazan derisa të arrijmë dhe pas Ramazani e vazhdojmë nëse ne diçka. Te ka material me vol 600 ditë pa u naol hiç. Ka material që ka nga pejgamberi Allahut para ta të cilën kanë planifikuar me fol. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, nuk ka me të pi ndodhi së kiametit dhe vetëm se gruaja e cila e ka plotësuar fëmiu në embrionin e saj ka plotësuar ditët, pritet çdo moment me kapdhimtet. E dhimbjet janë ato të cilat pejgamberi Allahu neve na ka mësuar që ne me u pregaditën, ne me u pregadit për çdo moment e mos me prit punën me të kap dhimbjet, se ku djanisin dhimbjet ndoshta së ngjen mjek afër te. Sot i kije mjekët në dispozicion. A më këtë krise lufta, atëre nuk të shirë tije, veçëm kusht nëse je plagos e ranë, apo? Ose i bo për të vorët. Sot të gjallar të i kije në dispozicion. Nesër, ndoshta s'kije me gjitha sot me të varros. Korona kur ke atë gjenshë, a vishin me të knuti e atme? Te e pa me dhe i shkurtu me dhe dofti kënoj shmika në gjamim, po na i në gjithë të jajtë. Po na merë edhe neve o gjallarë mre, po te e kuptohu se kjo palavër është, kjo është biznis jo gjallarë me dimor që të dhe tëro. Jep jam mara, më shbesh i thamë, shapëm lodhë mara, a i për që top tërmohet me artë e vorit tije, me të recituan, me të këndu edhe me të qenisën vorit, kurse ti faktikisht Allah se ki kuptu se kjo nuk është as pi sunetit pejgamberit Allah, as pi Ebu Hanifas, as pi Imam Malik, as pi Shafi, pi kërkujnë e s'ka. Po Kurani s'ka arë mëna për të dek, mi që i të full. Ama papa sa që një arë. Që në mëra atë me për veti, mëra qitë qanë, mëra të ka me të baba gjithi. Ti që ki këshirën kër akon gjallë dhe tash po ma këshirë kështë në dek. Për lotat, kurse baba në gjë e kalon 40 vetë në shpi, as një ushqim që ka afru, as sa kujdes, as sa busqesh, as ka nejt, as hiq, ka zgjon, e tash mitët të e kojtë atë dise, ingerati, shumë be kam dasht, e di, e ki kënosh të e dasht. Ti pi dashnish më kupton se për dasht kur qish. Pra ketë kja palavër. Pra do se apon së zorë vëllë me vdik, ani tarifët e rejsh e kanë dalë. Ma e sa pëki, mos me vdik. Drasët të shezin që kaqë, që vinin që kaqë, vorë, dhemi, të shezin që kaqë, të në kuqanisi qelime, që kaqë, hatmja, që kaqë, me a paskru edhe një me vlut, që kaqë. Para ta njoni më tregoj, tha, vdish njoni kushiri jona, ma për fat keq, tha, nuk akon i gjamije, sot që fillit. Qashtu akon? Njeri mirë, i gjamije si jo, Allah i falë. Tha mirë, po gjalli vetë, se kështë e ditë se qëfar babë e kështë e posë. A i në Zvicër, me baba në vetë, një njësët vetë të si janë taku. E kur zdis erdhe dhe gjalli. E kur janë njësën në gjallartë me ardhë, e tu lefdru babën e ti e kajki. A i baba jo të akon e vlio. A i kaj e je pare. Kaj e je pare. Tha dikur i thash ati, a pe nalë dorën, a në zu pranë vera, këto s'nalën. Tha u qëfar babë e pas da pasë, pas da di. Këtë e në palavra.
Unë publikisht për thamë, edhe sfidoj kërejt, edhe ato e dim, ama e këse shkretës s'ka në faj, pa. S'ka në faj, ollë. Për ata jam nalë pak se përparë shumë i kritikojshtë. Di që në 60 euro rogën, ollë. 105 rogë kanë dalë në penzi, as penzinë se kanë pagujt, as rogët si ka morë. Po edhe ma interesant se ke hoxha pas ta i ka qaros një dalë se për dalë në penzi. Vete ka pagujt taksën, 105 rogë ala si ka morën, edhe ti qarosi këto esnofat, hajdutat esnofat, ti qarosi një dalë, ki zemër mirë, i ka shërbi populli. Na e këra pru punën që shtu. Se hoxha e bosër kërë, ka në gjëllarë, mori, po të kanë, ti kanë vedhë ti, apo? E po me kërën këj blejtë e ti, në ba, u qove hoxha të kështë vedhë, apo? Ti ka morë do pare ti edhe kurs ti ka këti, apo? Ti shpirë e ki maru, apo? Ti kejtë e ki bo, apo? Për këtë arsi u ledhë të ndërshëm, këto janë ato metodologjia titës. Për tita, për ata mësusët, edhe o gjallar që edukojnë breza, kanë deshtën mi po asë në gomor, bile jo. Për para hakit, në këna pas një minë që hoqë, Allah më shiru, të regon baba em, se pasullin e mikt ja ipshin hakin në hoqës, që e hoqës, që ka me, që jo. Hoqë, që ka merë vel, se barki hoqës, një hoqë më da përshtipje, tha jo, ne e nësë hajë, tha na, e kena një mrekulli, o gjallarët e kanë një mrekulli, e dini që këta, për e kalëzë që këtë sekreta, mos i kalëzë një kërkuj. Hoxha, me vladet edhe familjet, kur të ka nevoj me ngeraun, me mbjetu, i thot, dilni në balkon. Fëmijëve edhe grujës, dilni në balkon. E thot, dalin këtë në balkon. Merë një frim, tak borki mushët. Hini më rejna. A të sa në spinë, apo? Kur të mori në aero, ngopën. A e mërët vesh? Për sa s'duhet me pas hoxhallar. S'duhet me pas hoxhallar që i gjelin tanë mos të bajshë hoqët. Kja është metodologjia e titës. Për ata 1978 e kanë kriju Austro-Hungarezët e kanë kriju bashkësinë islame që i me nënqëmu me përbuz për toke që mos me dalë hoxhallar që njerëzve jam mëson dini. A e mërët vesh për shkot? A më hoqja me pasë rogën 1500 euro. Allah gjali me baj hoqë. Ma mirë me baj mjekë që që ti porë. Ma mirë me baj inxinjerë, arkitekt. Ma mirë me baj këtë dhe këtë. Pse s'me baj në hoqë? Por shka këse s'ka. Qa të boj? Kush e ka baj? E ki po hoqë në këpëtën tjerë. Kundret e shkoqëtë. Për ata vledhë të ndërshëm. Kjo është metodologjia armitëve të Allahut. Kjo është ajo ideologjia i iblisit. Hipoti edhe kur që jope, edhe dërkën e Ramazanit e hoxha venit të takënej një milut të shfridzoj hoxha. Mështë ta ajë dhe qatë shorë për këllaj. Me tërë me bova ki ti, e ki pasirë ati? Hajde hoxha, je për haki. Dhe thonë pontor, apo?